pjesa më e rëndësishme se me bo palestër është gjumi edhe ushqimi. Ushqimi është 70 deri në 80% është ushqimi. Pjesa tjetër a gjumi, muj me thonë një 10% është treningi, palestra. Është shumë e rëndësishme për me arrit ti çfarë dëshiron, për kushtim shumë i madh. Unë kam më shumë se 15 vite që bëj palestër, edhe vjet kam pas një lëndim në kamën e majtë dhe s'kam mujt me ushtru një vjet edhe unë. Tash jam rikthyer që një muaj e gjys. Edhe shoh që është shumë vështirë edhe pse palestra është imja, jam personal trainer, edhe për mua shumë e vështirë. Nganjëherë edhe unë kam nevojë për personal trainer. Nuk kam motivacion, mundona me gjetë. Dy një shtytje prej dikur. Po, patjetër. Është realisht palestra nuk është e lehtë, po është një gjë që shumë ndihmon jetë.